65 vite më parë, kryeministri i parë i Kongos, në moshën 35 vjeçare, pushkatoret nga separatistët, vritet, torturohet së bashku me 2 politikanë kryesor. Familja e tij vijon gjyqin kundrejt politikanëve belg, të cilët ndodheshin në Kongo në atë kohë, që mendohet se janë edhe bashkëpunëtor në vrasjen e Lumumba, i cili është edhe kryeministri i parë i Kongos. Aktualisht, një ish diplomat belg, 93 vjeç, do dalë në gjyq për bashkëpunim në vrasjen e Patrice Lumumba në 61-shin, kryeministri i parë i Kongos, kështu ka vendosur gjykata në Bruksel, në të cilën vijojnë dhe seanca gjyqësore. Etienne Davignon, i vetmi person ende ngjallë midis 10 belgëve që familja Lumumba akuzon për përfshirje në vrasje, akuzohet për pjesëmarrje në krime lufte. Vendimi vjen pas një referimi surpriz nga prokurori i Brukselit qershorin e kaluar, i cili mund të apelohet. Davignon, një ish nënkryetari i Komisionit Evropian, i ka mohuar akuzat. Familja Lumumba ka përshëndetur dhe hapin e rëndësishëm sipas tyre në një deklarat. Ky nuk është fundi i një betejë të gjatë, është fillimi i një llogaridhënie që historia ka kërkuar prej kohësh, kanë deklaruar ata. Davignon akuzohet për pjesëmarrje në krime lufte për 3 akuzat sipas informacionit nga gjykata e shkallës së parë në Bruksel. Transferimi i paligjshëm i kryeministrit dhe bashkëpunëtorëve të tij në Katanga, trajtimi poshtërues dhe degradues i tyre dhe privimi i atyre nga një gjykim i drejtë. Lumumba, 35 vjeç, u torturua dhe u vra nga një skuadër pushkatimi në janar 61-shin, së bashku me Okito dhe Mpolon, 2 politikanë të tjerë kryesor të Kongos. Vrasjet u kryen nga separatistët në rajonin e Katangas me mbështetjen e atyre që cilësohen mercenar belg sipas edhe prokurorëve. Davignon kishte mbërritur në atë që ishte Kongo belge si një praktikant diplomatik 28 vjeç në prag të pavarësisë në vitin 60. Davignon, i cili më pas mbajti role të shumta të larta politike dhe biznesi, nuk ishte i pranishëm në seancën dëgjimore në Pallatin e Drejtësisë në Bruksel.